emrin Allahut mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit Allahut fuqi plot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres dhe ju të cilët na ndiqni nëpërmjet portaleve të Bashkisë Fetare Islame dhe rrjeteve sociale të Bashkisë Fetare Islame, mirë se takohemi sërish këtu në TV Ikre në emisionet e Ramazanit, ku sot mysafir kemi të nderuarin Hafiz Seid Efendi Imeri, ligjërues në medresen Isabeu, këtu në paralelën në Shkup, me të cilin do të diskutojmë mbi temën Kurani dhe Ramazani, rikthim në rrugën e drejtë. I nderuari profesor, mirë se erdhët në emisionet e Ramazanit. Mirë se ju gjetëm dhe faleminderit për mundësinë, përgëzoj për këtë iniciativë dhe për redaksin tuaj. Zoti ju shpërbleft. Amin, ju faleminderit. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na thoni se pse Kurani dhe Ramazani janë të pandashëm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet janë për Allahun xhelle xhelaluhu, i cili vërtet e falenderojmë pa mas që na mundësoi të arrijmë edhe një Ramazan më tepër, këtë Ramazan, këtë stinë të mëshirës, që është një periudhë që është mërplot me begati dhe është një muaj që është një kohë kur zemrat janë më të gatshme të pranojnë udhëzimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dërsa salavatet, përshëndetjet më të përzemërta i dërgoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili për ta bërë një hyrje të kësaj teme të sotme dhe të kësaj pyetje tuajën, vërtet pejgamberi alaihi salatu wassalam nuk ishte vetëm një transmetues Kur'ani nga Xhibrili alaihi salam e ai nga Allahu xhelle xhelaluhu, po ai kishte një mision tjetër më madhor, dhe ajo ishte që ai, si tha Allahu xhelle xhelaluhu, li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tha Allahu xhelle xhelaluhu që ti t'u shpjegosh këtë Kur'an. Pra ky ishte misioni pejgamberik, pra një mision madhor i Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe kur pyetën Aisha radhiyallahu anha, siç e dim tek neve, ajo u përgjigj se ai kana khuluquhu al-Quran. Ai kishte të mishruar jetën e tij me Kur'anin famullar. Prandaj, për ta rifillu dhe për ta ndërlidh pyetjen e parashtruar, ne e dim se nga metodat e shumta që janë të përmendura nga lëmia e tefsirit, nga metodat e shumta që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka komentuar Kur'anin, që është komentimi i ajeteve të Kur'anit me ajete kuranore apo me hadithet e tija, siç e ka obliguar pra Allahu xhelle xhelaluhu, ne e dim se ai kishte edhe metoda të tjera. Ndërto që dua ta përcjell deri tek ju dhe deri te shikuesit tan, është se pejgamberi alayhi salatu wasalam, dua ta rikujtoj një moment se një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke ndenjur me shokët e tij, e vizatoi në rër apo ku ishte duke ndenjur me një shkop, e vizatoi një vi, pra i kishte metoda edukative për ta komentuar Kur'anin famullar. Dhe një ditë e vizatoi një vi të drejtë dhe anash vijes së drejtë, pra në të djathtë dhe në të majt, ai i vizatoi edhe disa vija të tjera. Dhe ju tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha kjo është kuptimi i ajetit kuranor të suratul An'am, një ajet në suratul An'am ku Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili." Tha, kjo është rruga e drejtë, të cilën ju duhet ta ndiqni. Dhe mos të ndiqen rrugicat tjera, që secila rrugicë në fund e ka një djallë, një joshje për ta mashtruar robën e Allahu xhelle xhelaluhu. E ki koment nga pejgamberi alayhi salatu wassalam vjen më smirti se na duhet ta ndjekim një rrugë të vetme. Ajo është rruga e Islamit. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahu xhelle xhelaluhu tha, kapnu për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pra është një rrugë që është rruga e Allahut xhelle xhelaluhu, dhe kush vendos të ndjek një rrugë tjetër
jashtë rrugës së Zotit, wa ma yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu. Tha Allahu xhalla xjalaluhu se ajo nuk do t'i pranohet atij, përveç rrugës së Islamit. E prandaj këtë rrugë që neve e përmendëm, këtë koment të pejgamberit alayhi salatu wassalam, na mund ta ndjekim vetëm nëpërmjet një gjëje. E ajo është që mund ta ndjekim nëpërmjet Kuranit sa më lart. E kur është momenti që na të mishrohemi edhe më tepër me Kur'anin? Pikërisht është muaji Ramazan. Muaji Ramazan i cili na mundëson që na me arrit më shpejt dhe më mirë te Kur'ani famullar. E nëpërmjet Kur'anit pastaj ta ndjekim rrugën që pejgamberi alayhi salatu wassalam e përmendi në komentin e tij. Dua të veçoj dhe dua të ndërlidhem pikërisht është momenti se çka ndodhi në këtë muaj. Pse Ramazani, siç është pyetja, pse Ramazani dhe Kurani janë të pandashëm? Këtu është ajo urtësia, filozofia dhe komenti ynë që e kemi mësuar se Allahu xhelle xhelalu tha shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazan është një muaj në të cilin ka zbrit Kurani. Është një muaj në të cilin u bë prezent Kurani. Dhe çka nxjerrim prej kësaj? Ne nxjerrim se Ramazani si muaj, kush ja dha këtë vlerë? Ramazani ai nuk është asgjë tjetër veç se një muaj, sikur muajt e tjerë, por e bëri të dallueshëm prania e shpalljes hyjnore. E bëri të dallueshëm prania e shpalljes së Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj edhe nderi që ju dha këtij muaj ishte për shkak se e prezantoi Kur'ani. Nderi i kësaj kohe është për shkak të të prezencës së Kur'anit në të. Prandaj për të ardhur nga fundi i kësaj pyetje, neve themi që në këtë muaj i drejtohemi gjithë nxënësve, i drejtohemi gjithë shikuesve, besimtarëve dhe besimtarëve. Ky është një muaj në të cilin duhet të jetë ofrimi ynë me Kur'anin sa më shumë. Nëse duam ta përmirësojmë raportin ton me Kur'anin, është momenti më i volitshëm është në këtë muaj, besoj që po. Faleminderit të nderuar profesor, atëherë cili është raporti që duhet të ndërtojmë ne këtë muaj? Për sa i përket lidhjes sonë me Kur'anin. Po, do thotë raporti që duhet ta ndërtojmë më së miri, mendoj që nga ajo që kemi mësuar nga studimet e tona, është siç e kemi ndëgjuar edhe shumë herë ndoshta, është modeli pikërisht pejgamberik. Pse e them këtë? Sepse na e dim se pejgamberi alayhi salatu wassalam i zbriti Kur'ani moment pas momenti. Ndodhi pas ndodhije zbritnin ajetet e Allahu xhelle xhelaluhu. Mirpo, çka ndodhte në Ramazan? Në Ramazan Xhibrili alayhis salam për ata po them se ky model është modeli më i mirë. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte në raport me Kur'anin shumë në rregull jashtë Ramazanit, sepse i zbritte Kur'ani me metodat e shumta që ja ka zbrit pra Xhibrili alayhis salam. Mirpo në Ramazan kishte diçka tjetër. Në Ramazan Xhibrili alayhis salam u aktivizonte që t'ia përsëriste pejgamberit alayhis salatu wasalam gjithë Kur'anin. Dhe ky është një model që na duhet ta vazhdojmë këtë raport. Sikur pejgamberi alayhis salatu wasalam që ka qenë më i lidhur në Ramazan me Kur'anin famullar, sepse Xhibrili alayhis salam ja përsëriste, edhe na themi që pikërisht në Ramazan e kemi momentin që neve të lidhemi edhe më shumë me Kur'anin, ta përsërisim atë, ta lexojmë atë, se tek e fundit pejgamberi alayhis salatu wasalam e kujtojmë një hadith të tij që tha pejgamberi i Zotit men qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Tha pejgamberi i Zotit, kush e lexon një harf, kush e lexon spaku vetëm një shkronjë nga shkronjat e Kur'anit famullar, tha e ka hasana, ka shpërblime, ka sevape. Wal hasanatu bi 10 amthaliha. Tha pejgamberi i Zotit, dhe shpërblimet janë të 10 fishume, 10 herë. Po a kjo nuk përcakton muajin Ramazan? Kjo përcakton jashtë Ramazanit. Paramendoni në Ramazan çka ndodh me leximin e harfeve të Kuranit. E unë këtu dua të ndërlidhem që shpesh herë edhe neve ndoshta si hoxhallar të xhamive apo edhe nxënësit e medreses na i kanë parashtruar këtë pyetje,
Po neve që nuk jemi arab, neve që nuk e kuptojmë Kur'anin, neve që për çdo ditë tek neve dalin hafiza edhe të moshave të re, do thotë që 10 vjet, 11 vjet, po edhe unë kur e kam kryer hifzin nuk kam ditë asnjë fjalë të gjuhës arabe. Asnjë fjalë. Po mrekullia e Allahut është që sot besimtar me mira, me miliona besimtarë sot e mësojnë Kur'anin në moshë 3, pa e ditë asnjë shkronjë të gjuhës arabe. Ç'është halli i saj? Që ndoshta edhe kritikët shpesh e bojnë këtë pyetje dhe thonë pse lexojnë muslimanët Kur'anin kur nuk e dinë kuptimin e tyre. Vazhdimi i hadithit thot pejgamberi alayhi salatu wassalam wala aqulu alif lam mim harf. Thot nuk them që elif lam mim është harf. Pse pejgamberi i Zotit nuk tha elem harf? Pse nuk tha pejgamberi i Zotit, nuk po them që kul huwallahu ahad është harf? Pse nuk e tha ndonjë fjalë tjetër, po e tha na e dim se janë disa shkronja sekrete që quhen në terminologjinë islame që janë huruful muqatta'a. Janë shkronjat sekrete të Kur'anit, që për ato mendimet e komentuesve të Kur'anit janë dietarët e Kur'anit thonë që edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka ditë kuptimin e tyre. Yasin nuk e ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam çka do të thotë. Elif lam ra, elif lam mim, ha mim, ain sin qaf dhe kështu me radhë. Pra janë disa shkronja sekrete të cilat edhe vet pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe mendoj siç përmendin disa komentues të Kuranit se urtësia është pikërisht këtu. Pikërisht këtu kur pejgamberi alayhi salatu wasalam tha nuk them që elif lam mim është harf, walakin aqulu elifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Dhe them që elifi është harf, lami është harf dhe mimi është harf, për t'ia dhënë një mesazh ummetit të vet, i cili do të zgjerohet edhe jashtë territoreve të gjirit arab, edhe jashtë territoreve edhe jashtë arab folësve. Ky Kur'an do të transmetohet dhe do të ndëgjohet dhe do të lexohet dhe do të mësohet. E për të na thënë neve dhe gjithë ummetit të tij se edhe unë nuk e kam ditë elif lam mim çka do të thonë. Megjithatë kam 30 sevape për vetëm me thonë elif lam mim. E prandaj këtu unë them që shkalla e parë e lidhjes tonë me Kur'anin është me lexu edhe nëse nuk e kuptojmë. Është momenti që ky Ramazan të lidhemi dhe ta ndërtojmë një raport më të mirë me Kur'anin famullar. Ju faleminderit të nderuar, me që këtu përmendëm edhe masat apo mënyrat se kohën më të volitshme për të lidhur me Kur'anin famullar është pikërisht muaji Ramazanit dhe se si shembull duhet merret pejgamberi alayhis salam, nga se edhe vetë Allahu xhallahu shanuhu ka përmendur në Kur'an duke thënë se lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni shembullin më të mirë tek i dërguari i Allahut. Pra do të thënë edhe nëse do ta marrim pikërisht si model pejgamberin alayhis salam, do të shohim se gjatë muajit të Ramazanit ai pikërisht Kur'anit i ka kushtuar edhe një rëndësi më të veçantë. Atëherë i nderuar, çka na e dobëson këtë lidhje apo këtë raport me Kur'anin dhe si ta ruajmë ata? Pyetje me vend dhe besoj që shikuesit dhe ne gjithë kemi kuptuar nga ajo që tham pak më përpara. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e bëri atë shpjegimin dhe komentimin e ajetit të cilën e përmendëm të suratul An'am, tha wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Bëri të ditur se rrugicat janë shumë. Rruga e vetme dhe rruga e Islamit është një, rruga e vërtet, por rrugicat janë të shumta. Edhe këtu mendoj se për të lidh me Kur'anin ka qenë një sakrificë e kahmotshme e besimtarëve çdo herë. E sidomos në kohën e sotit, që sot çdo besimtar, krejt ummeti islam, sot për të lidh me Kur'anin duhet t'i vendojë disa kushte dhe mos ta humbat lidhjen, e sidomos në Ramazan. Siç ndodh pra që janë angazhime shumë të kota. Ka kohë të tepërt që besimtarët sot, sidomos në vendin tonë, që neve përmendim, po edhe nxënësit unë e kam përmendur, edhe të nxënësit që janë në rrugën e hifzit apo të ndryshme, që sot kohën e madhe ja u merr prezenca në rrjete sociale apo në smartphone. Çka më bë me këtë? Atëherë unë them që duhet me i bë dy gjëra. Për me e ruajt këtë lidhje, duhet me ju përmbajt dy gjërave. Ato janë planifikimi i kohës.
me planifiku kohën. Nëse nuk planifikohet mirë koha, atëherë nuk ka rezultat, nuk ka bereqet. Dhe e dyta është dhënia e prioriteteve. Kujt me i dhon prioritet? Për shembull, nëse ti i thua dikujt se e don, dashuria don sakrificë. Duhet shfaqet disi. Duhet t'ja dëshmosh atij se ti e don. Sa prej neve krejt me i pyet sot para mediave, a e doni Kur'anin? Krejt thon po. Kur e keni pa për herë të fundit? Në cilin shkallë të prioritetit e ke vendos Kur'anin? Nuk ka prioritet. Sa ti e menaxhon kohën, sa koha yte është e lidhur me Kur'anin, nuk ka përgjigje për këtë. Prandaj, unë mendoj se për ta rikthy këtë lidhje, me patjetër duhet t'i vendosim këto dy kushte, që janë planifikimi i kohës dhe dhënia e prioritetit të Kur'anit. Unë mendoj se ky Ramazan është një mundësi. Është një dozë 30 ditore. Është një shkollë intenzive tek e fundit. Është një shkollë intenzive që neve për 30 ditë mund ta na mëson aq mirë saqë të jemi të lidhur edhe për 11 muaj të tjerë. Po tek e fundit Ramazani nuk është vetëm për të na ndryshuar orarin e ushqimit. Jo. Siç pretendohet tek ne. Tek ne pretendohet që Ramazani është muaj në të cilin neve na abstenon nga haja dhe pija. Po neve pak më përpara e tham, Ramazanit nuk ja ka dhënë vlerën agjerimin e të. Po Ramazanit si muaj ja ka dhënë vlerën zbritja e Kur'anit. Pra zbritja e Kur'ani famëlart është ai i cili neve na e mundëson me e shiju bereqetin e Ramazanit. Lidhja me të, leximi i tij. Dikush mund thot, po pse ka shumë vlerë leximi i Kur'anit? Po na e dim se leximi i Kur'anit është në shkallën e parë. A është qëllimi final që na me u lidh me Kur'anin vetëm me lexim? Jo, edhe na e themi këtë që jo. Po na fatkeqësisht ende jemi në këtë shkallë dhe ende po flasim që si me menaxhu kohën të rit. Si me e vëmë në prioritet në rend të parë Kur'anin famëlar. Ende këtë jemi tu e bisedu. Hala se kemi bën. Hala këtë se kemi bën. Dhe pastaj të kalojmë në kuptimet e tija, pastaj të kalojmë në tadabbur, në meditimin e tij, po pastaj të kalojmë edhe në mësime përmendesh, po pse jo edhe në punë me të. Në punë, po. Praktikimin e tij. Prandaj mendoj që për ta ruajtur këtë lidhje, me patjetër duhet ta vëmë në prioritet, sidomos në këtë muaj dhe ta largojmë atë mendimin se Ramazani është vetëm për të menduar çka me hëngrën si firën në iftar. Por jo të lidhemi aq fort me Kur'anin që ta shijojmë edhe më mirë dhe ta marrim bereqetin e këtij muaji Ramazan. Shumë bukur e përmendet i nderuar se gjatë këtij muajit është mirë që sa më tepër të ofrojmë të lidhim raportin tonë me Kur'anin, bile më kujtoa edhe një metodë të cilën pothuajse të gjithë hoxhallarët edhe e përmendin edhe në xhamia edhe kështu me radhë, në qoftë se dëshiron që ti të kesh një lidhje më të mirë me Kur'anin apo spaku të bësh një hatme, do të ishte e mjaftueshme që pas çdo namazit nga 4 faqe ti lexon dhe kështu për 30 ditë ti vetëm se e ke lexuar Kur'anin tërësi. Dhe një mundësi e artë që besoj se secili prej nesh mund të arrijë dhe nuk është se i merr shumë kohë, por edhe nëse do t'i merrte kohë siç përmendet ju, zaten edhe porosi është që ne t'i lam pak anash rrjetet sociale, t'i lam pak anash telefonat dhe gjatë këtij muaji spaku të përkushtohemi pak në leximin e tij. Nderuar, me që jemi në fund të këtij emisionit, do kishim dashur një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im për të gjithë besimtarët në përgjithësi, besimtarë dhe besimtare, edhe për nxënësit e tonë të medreseve, apo nxënësit e mektebeve, apo gjithë ato që na ndjekin unë dua të them një fjalë të shkurt që ndoshta do të ngelen në memorjet e tyre. Lidhja e jonë me Kur'anin në Ramazan, kjo e vendoset sa ke qenë i suksesshëm në Ramazan. Prap do të them, ti nuk mund ta quajsh Ramazanin e suksesshëm nëse vetëm ke agjeruar në formatin bazik. Vetëm je largu nga haja dhe pija.
lidhja jote me Kur'anin do të jetë një masë e cila do ta përcakton se si ishte Ramazani yt. Se si ishte Ramazani jon në sa i kemi dal hakut Ramazanit. Ajo do të jetë vetëm nëse do të përmirësohet lidhja jon me Kur'anin familjar. Kaq kisha. I nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni të Ramazanit. Lutim Allahun xhaleshanuhu që t'ju jep shëndetje, gjatë dhe suksese. Zoti ju apranoft të gjitha ibadetet. Amin inshallah. Me shpresë që të takohemi edhe pas Ramazanit në ligjëratat e përjashme të cilat i bëjmë këtu në TV Ikre në emisionin. Inshallah. Edhe unë ju falenderoj përzemësisht ju gjithë redaksin tuaj, Reisul Uleman, i cili është në përkrahje çdo herë të ligjëruesve, të hoxhallarëve, të neve si profesor të medreses. Neve ju falenderojmë përzemësisht dhe shpresojmë që do të jemi edhe në ligjërata tjera këtu në televizionin tuaj. Ju faleminderit shumë. Selam aleikum. Atëherë të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që ishit me ne. Lutim Allahun xhaleshanuhu për mirësi, begati, dua, agjerim dhe lutje të pranuara. Takohemi sërish nesër mbrëmë në të njëjtën kohë. Deri atëherë qofshin në mëshirën e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.